Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po japim lajmet në televizionin 4+. Sot është një ditë e shënuar për besimtarët e krishterë në Golem. Me një ceremoni të veçantë, filluan punimet për ndërtimin e kishës së Shënmërisë me kontributin financiar të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Sot kanë filluar punimet për ndërtimin e kishës së Shënmërisë në Golem me kontribut financiar të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Kisha e Shënmërisë, sipas të dhënave historike, është ndërtuar në vitin 1800 dhe ka funksionuar deri në vitin 1967, kur u shemb nga themelet nga sistemi komunist dhe vendi i saj u kthye në kazermë ushtrie. Përveç besimtarëve, në këtë ceremoni morën pjesë edhe përfaqësues të klerit ortodoks, metropoliti i Beratit Vlorës Kaninës dhe gjithë myzeqes, Qerësia e tij Asti dhe kryetaria e Bashkisë Lushnjë Eriselda Sefa. Meshën e drejtoi Qerësia e tij Asti, metropoliti i Beratit Vlorës Kaninës dhe myzeqes. Kjo është kënaqësia jonë që ne risellim përsëri këtë kishë me përmasa pak më të mëdha, por që është në memorin e qytetit dhe gjithë besimtarëve të zonës dhe pikërisht që të mblidhemi të lavdërojmë Perëndin tonë, gjithë së bashku. Falenderojmë zonjën kryetare që ka bërë të mundur dhënien e leve bashkë me stafin e vet dhe i gëzojmë kësaj dite dhe që të vazhdojmë ta kryejmë dhe ta përfundojmë këtë vepër. Kryetaria Sefa është shprehur se institucioni që ajo drejton i kushton një vëmendje të veçantë ndërtimit dhe rindërtimit të objekteve të kultit në Lushnjë. Ishte shumë kënaqësi që mora pjesë në këtë ceremoni për vendosjen e gurit të parë të themelit të kishës së Shënmërisë, një kishë e cila prej shumë vite i kërkohej nga komuniteti lushnjar, duke qenë se e kishin dhe si një vend shumë të shenjtë. Dhe shpresoj që punimet do të shkojnë mbar. Ishte shumë kënaqësi që institucioni i bashkisë kontriboi me gjithë dokumentacionet e nevojshme dhe deri në pajisjen me leje ndërtimi dhe patjetër që do të jetë institucioni që do të vazhdojë të mbështesi jo vetëm këtë komunitet, por gjithë komunitetet e tjera që janë në Lushnjë. Ta gëzojnë komuniteti ortodoks dhe kishën e Shënmërisë. Kisha e Shënmërisë në Golem është ndërtim i stilit modern, por që ka ruajtur edhe vlerat autentike të dikurshme. Kisha është rreth 244 metra katror e gjitha, e projektuar me stilin e ri të arkitekturës. Është një godin e thjeshtë, por edhe e bukur. Në të ardhmen kjo do të zgjerohet me ambiente të tjera, të cilat do ta bëjnë më të atraktive këtë. Isha obligim nga ana ime që të kontriboja si ortodoks, edhe ku këtu janë prerë gjyshrit, prindrit e mi. Prifti kishës, Atë Josifi, falenderon hirësinë e tij si dhe autoritetet vendase dhe kontribuesit që mundësuan rindërtimin e kësaj kishe mbi 200 vjeçare. Në orë të parë falenderojmë hirësinë Astin që ka ardhur për Beratit, kryetarin e bashkisë, sidomos inxhinierin që është marrë me projektimin e kësaj kishe, Benjamin Tushen, edhe shok edhe miq të tjerë dhe besimtarët lushnjar, Pluks dhe Golemas, do të gjejnë dhe këta një stret të bukur fort këto, për me bërë lutjet. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kanë folur sot për programet e tyre për bujqësinë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur sot për gjendjen aktuale të bujqësisë në vend, ku tha se në 12 vitet e fundit bujqësia shqiptare ka pësuar rënje. Dr. Berisha premtoi se pas 11 majit vendi ynë do të dalë nga Ballkani i hapur dhe programi për bujqësinë bazohet në rritjen e madhe të prodhimit dhe mbështetjen e fermerëve. Made in Albania, shtyllë kryesore e Shqipërisë madhështore, kërkon një bujqësi të zhvilluar dhe një fermer shqiptar të suksesshëm. Bujqësia në Shqipëri këto 12 vite ka njohur rënje të madhe. Me firmosin e Ballkanit të hapur, mira, ferma bujqësore dhe blegtorale në Shqipëri kanë falimentuar. Prodhimi bujqësor dhe blegtoral ka një rënje dramatike.
numri i krerëve të bagëtive është ulur me 62% krahasuar me vitin 2013. Rritje për këtë qëllim e fondit për subvencionimin direkt fermerëve nga 5% e shpenzimeve buxhetore të shtetit në apo 31 milion që është de facto, se është 5.8, po tjera ti merr administrata, totali pra, rritja nga 0.5 në 3.5, saq është niveli mesatar i rajonit. Kurse kryeministri Edi Rama nga Shkodra prezantoi përveç kandidatëve të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit edhe ligjin e ri të sapo miratuar paketa e maleve për të hapur rrugë investimeve në agroturizëm e turizëm malor, duke i dhënë një mundësi reale e mbështetje të posaçme të gjithë atyre që duan të rikthehen në tokat e të parëve për të bërë sukses ekonomik për familjen e tyre. Të gjithë merren me ne, të gjithë s'lën gjë pa thënë për ne. Të gjithë na tregojnë ne me gisht, madje ka dhe një paturpsi tjetër shumë të madhe që na tregojnë ne me gisht për punët që po bën drejtësia. Na tregojnë ne me gisht pse disa ndër ne kanë probleme me drejtësinë. Ndërkohë që nëse kjo ditë erdhi sepse këtë ditë e sollëm ne. E solli vizioni, kurajoja, reforma jonë drejtësi, mbështetja jonë për institucionet e reja drejtësisë dhe vendosmëria që lufta kundër korrupsionit jetë totale, qoftë në parandalim, siç kemi bërë dhe ç'po bëjmë reformat, gjë që e njohin të gjithë dhe që për cilën Bashkimi Evropian ka fituar një besim shumë të madh ke Shqipëria dhe thotë tani ju duam të vini brenda. Qoftë me goditjet që bën drejtësia. Ne dorëzum shpatën. Për herë të parë që nga 1912 pushteti politik s'ka shpatën që i takon të ta kishte drejtësia dhe për herë të parë ka drejtësia në dorë shpatën. Tani ne duhet të ulim kokën për këtë. Përkundër për te të gjitha lajthitjeve, gabimeve. Banka e Shqipërisë deklaron se paratë e emigrantëve që vinë në Shqipëri kalojnë për herë të parë kufirin e 1 miliard eurove. Paratë që emigrantët sjellin tek familjet e tyre në Shqipëri kanë arritur një nivel rekord gjatë vitit 2024, duke kaluar për herë të parë kufirin e 1 miliard eurove sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Ajo në bilancin e pagesave bën të ditur se të ardhurat nga emigrantët ishin 1.05 miliard lek në 2024, me një rritje prej 12.5% në krahasim me vitin e mëparshëm. Që nga viti 2013, paratë që emigrantët sjellin në Shqipëri janë rritur vazhdimisht, duke reflektuar një cikël të ri emigracioni që nisi kryesisht pas vitit 2015. Të dhënat të tjera të Eurostat tregojnë se ritmet e emigracionit të shtetasve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian janë përshpejtuar vitet e fundit dhe kjo reflektohet në numrin e lartë të lejeve të qëndrimit të dhëna nga shtetet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2023 u dhanë rreth 75.000 leje qëndrimi për shtetasit shqiptar nga vendet e BE-s. Një vit më parë ishin dhënë 79.200 leje qëndrimi për herë të parë. Këto janë nivelet më të larta që nga 2010-a, duke treguar për një përshpejtim të ritmeve të emigracionit pas pandemisë. Në 2022-2023 janë dhënë gjithsej 154.000 leje qëndrimi për herë të parë. Duke qenë se një pjesë e madhe të ikurve janë me kontrata pune, sidomos në shtete si Gjermania, dhënia e lejeve është më e shpejtë se sa dikur, ku shtetasit shqiptar hynin në vendet e BE-s pa dokumente. Që nga viti 2008, kur Eurostat raporton të dhënat, kanë marrë leje qëndrimi për herë të parë rreth 920.000 shtetas shqiptar. I gjithë ky fluks i ri të ikurish është reflektuar në zgjatjen e ciklit të emigracionit. Vlerësohet se në 10-15 vjet lidhjet me vendin am fillojnë e zbehen, teksa emigrantët krijojnë një jetë të re në shtetin ku kanë emigruar. Kjo ndodhi me valën e parë të emigracionit pas viteve 90, që çoi në një rënje të prurjeve pas vitit 2008. Aktorët e tregut pohojnë se kanalet kryesore vijojnë të mbeten vende tradicionale ku ka emigracione si Greqia e Italia, por vitet e fundit ka patur rritje edhe nga destinacionet e reja si Anglia dhe Gjermania.
Një tjetër faktor që ka ndikuar në rritjen e treguesit të remitancave është dhe ekonomia informale. Prurjet e emigrantëve llogariten nga Banka e Shqipërisë si një zënë total që mbulon të hyrat e ndryshme në bilancin e pagesave, që mund të jetë formale apo jo formale dhe si rrjedhoj këtu mund të përfshihet edhe ajo pjesë e paras informale që hyn nga burime jo të ligjshme e hidhet në ekonomi si në ndërtim apo blerje pasurish të paluajtshme në Bregdet. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i shqetësuar nga rritja e numrit të vrasjeve në Kosovë, është shprehur në mbledhjen e qeverisë se duhet reagim institucional dhe shoqëror. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është shprehur në mbledhjen e qeverisë këtë të mërkurë se rritja e numrit të vrasjeve në Kosovë, ku vetëm në ditët e fundit kanë humbur jetën 4 persona, është shqetësuese. Albin Kurti ka kërkuar nga organet e ligjit angazhim maksimal, ndërsa tha se duhet të ketë analizë profesionale, veprim institucional e reflektim shoqëror mbi gjithçka ka ndodhur në javën e fundit. Për herë të parë, gjithashtu kemi pas një kohë shumë të gjatë rritje të pensioneve. Pensionet për mbi 300.000 pensionmarrës janë rritur për 20%. Përveç rritjes së rregullt, të gjithë pensionistët kanë marrë shtesa prej 100 euro 5 herë gjatë mandatit tonë 4 vjeçar. Rreth 7 miliona lehona sërish për herë të parë kanë marrë shtesa nga shteti, sikurse edhe mbi 400.000 fëmijë të Kosovës. Për fëmijët i kemi 2 fishuar dhe 3 fishuar shtesat dhe për 2 vjet radhazi u kemi ndarë nga 100 euro për fundvit, sepse mirëqenia e shoqërisë e posaçërisht e qytetarëve që i kanë nevojat më të mëdha është në fokus tonin. 3 herë kemi rritur paga në sektorin publik, kurse paga minimale në sektorin privat 2 herë, nga 130 euro, 170 euro sa e kemi gjetë, në 265 euro dhe nga 265 euro në 350 euro. Mandatin tjetër do të arrisim përsëri mbi 500 euro. Varfëria është ulur nga 25.5% në vitin 2021, kur ne e morëm qeverisjen, në 19.2% në vitin 2024, sipas Bankës Botërore. Papunësia është ulur nga më shumë se 25% në më pak se 11%. Që të dyja po e ndjekin trendin e rënjes. Pra jemi Republikë Demokratike ku po zbutet varfëria e po bie papunësia. Kryeministri Kurti në mbledhjen e qeverisë ka bërë edhe një përmbledhje të punës së qeverisë së tij në 4 vite, duke e konsideruar të jashtëzakonshme. Sipas tij, sot Kosova ka shtrirë sovranitetin e saj dhe zbatimin e kushtetutës në të gjithë territorin. Presidenti Trump e quan Evropën parazite, fyen evropianët, por përforcon qëndrimin e zëvendësit të tij. Presidenti Donald Trump ka mbështetur varësit e tij në aferën e rrjedhjes skandaloze të planeve të luftës nga ana e administratës amerikane, por ka përforcuar edhe qëndrimin e zëvendësit vanse në lidhje me evropianët, duke thënë që evropianët janë parazit, kanë qenë të tillë prej vitesh. Zëvendës presidenti amerikan raportohet se kishte thënë që urrente të ndihmonte Evropën dhe e quante atë patetike. Trump mbrojti këshilltarin e tij Mike Waltz, që gabimisht kishte ftuar në grup një gazetar, edhe pse pranoi se ka patur një shkelje serioze sigurie në administratën e tij. Sipas Trump, këshilltari i tij për sigurinë kombëtare ka mësuar nga gabimi dhe është një person shumë i mirë. Prania e gazetarit në grup, shtoi ai, nuk ka patur asnjë pasojë në operacionin ushtarak. Vetë Waltz ka pranuar gabimin po ashtu. Sipas tij, rrjedhja e informacionit sekret është diçka e sikletshme dhe se do të bëhet një hetim i plot, por ai ka nënvizuar se nuk e njeh gazetarin e shtuar gabimisht në grup dhe as nuk e kishte numrin e tij të telefonit. Sidoqoftë, ai ka marrë përsipër përgjegjësinë. Unë kam krijuar grupin, puna ime është që të sigurohem që çdo gjë është e koordinuar, tha ai duke pranuar se ai kishte menduar se bëhej fjalë për dikë tjetër. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.